Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë sërish në Kosovë, do të flasim për situatën politike, por edhe për çështje të tjera me zotin Arjan Gaxhelli, njohës i mirë çështjeve të sigurisë, për të cilat edhe të politikës, për të cilat kemi nevojë për të dyja në këto komponent, aktualisht për të zbërthyer situatën atje. Zoti Gaxhelli, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zot Riballa, faleminderit për ftesën tuaj nëpërmes ju si gjithmonë përzemërsisht. I përshëndes gjithë shqiptarët anën mbar në botës. Faleminderit. Ende nuk është gjetur formula për konstituimin e kuvendit. Seanca 19 në mos gaboj sot, palët nuk tërhiqen. Kryeministri i detyrë Albin Kurti deklaroi që nuk do heq dorë nga Albulena Arxhiu, pra si kandidate për kryetare të kuvendit, edhe i ftoi parti që ta testojnë për qeverinë, po përpara të kalojë kryetaria e kuvendit. Po tani fiks kjo këto janë taktika mëse tani edhe të nivelit shumë t'ullt që të kuptohen se janë lojna shumë t'ulta kur kemi të bëjmë karshi me interesin e shtetit. Sepse shteti nuk është vetëm qeveria legjitime, shteti është pjesë e shtetit, përbërjes shtetit është edhe shtylla e popullsisë dhe integriteti territorial dhe kapaciteti për të marrë përgjegjësi në marrëdhënie kontraktuale me jashtë. Do të thonë të gjitha këto shtylla janë të njëjta, të barabarta të rëndësisë për të arritur një shtetësi. Dhe këtë më së miri nga politikan që kemi ne sot në Kosovë e din zonja Osmani, sepse e cila ka marrë pjesë edhe në kohën kur pyetja nga Serbia ishte bërë Kosovës se a ka thyrë rregullin ligjin ndërkombëtar Kosova me shpalljen e pavarësisë. Dhe përgjigjja nga gjykata ndërkombëtare është aty dhe tregon gjykata ndërkombëtare mbi të cilat kapacitete një vend ka të drejtën të shpallë pavarësinë e Kosovës. Tani për të thënë se formula shkurt, që të mos zgjatem, formula është evidente, si cila kushtetutë e Kosovës e parashë, do të thotë që interpretimet e jipen varësisht situatave dhe kohës që e ëndron. Do të thotë interpretimet e kushtetutës që kanë qenë para një kohë shumë gjatë, sot mund të jenë të ndryshme sepse me teknologjinë dhe me ndryshimet sociale që ndodhin tek njerëzit, do të thotë çdo kushtetutë lën hapësinë që të interpretoj. Pyetja do ishte pse zonja Osmani si garantuese sipas kushtetutës Kosovës e ka detyrë që të gjejë zgjidhje, sepse e ka me kushtetutë obligim të garantojë institucionet e Republikës së Kosovës. Do të thotë pse nuk e ka bërë një gjë të tillë më herët i drejtohet kushtetutës Kosovës. Njëkohësisht pyetja rrjedh edhe për opozitën, pse opozita duhet të pres 90 herë të njëjtën gjë dhe të mos ta bëjë një kërkesë te gjykata kushtetuese për një zgjidhje të ngërshit. Zoti Riballa, kushtetuta e Kosovës mbas edhe nuk e ka parashikuar ndonjëherë që mund të ndodhë një ngërsh i tillë, por gjithmonë gjërat ndodhin dhe pa arsye kushtetuta duhet të përgjigjet. Kushtetuta është mbrojtje e qytetarit, nuk mund t'i themi ne qytetarët ju keni votuar kot. Sidos si ka qenë qytetarët me integritet të tyre, me përgjegjësi të tyre qytetare, e kanë jep verdiktin e tyre. Dhe ky duhet të respektuar shumë në rëndësi për një demokraci. Dhe faleminderues kushtetutës son, e cila lën hapësirë për të zgjedhur këtë ngërsh politik, për të cilën politikanët tonë nuk po marrin përgjegjësi institucionale. Dhe tani interpretimi i kushtetutës së Republikës së Kosovës nga gjykata e Kosovës tani do të duhet të vëjë një precedent. Sepse ne nuk mund të vimi në situata të tilla dhe sa herë të vim në këtë situatë, t'ju themi popullt keni votuar kot. Kjo nuk ndodh në demokraci. Duhet, do të thotë, shteti jon parashë që qëndrimet të jenë të përafërta nga partitë politike në shërbim të shtetit. Dhe ato ku nuk janë të përafërta dhe vinë prioritizojnë unin
e politikanit apo egon e politikanit apo prioritizojnë interesin individual, grupor apo partijak para frymës, para shtetit që është i përbëm nga këto shtyllat të cilat i thash në fillim, që nuk e ka do të thotë primare të gjitha fotografinë e madhe të shtetit, atëherë gjykata kushtetuta është aty për të ndihmuar dhe për të lehtësuar këtë. Sipas mendimit tim, gjykata kushtetuese, do thotë sipas kushtetutës është e caktuar se sa duhet të jetë numri i votuesve në parlament që të zgjidhet kryetari i parlamentit. Por që nuk na lën zgjedhjet tjetër, atë numër nuk e kemi. Atëherë kur bëhet kërkesa nga interpretimi i gjykatës kushtetuese për të zgjedhur një ngërës të tillë, atëherë gjykata kushtetuese duhet të jap një afat caktuar që të sheh të vënë një precedent në sistemin juridik, kur nëse paraqitet të njëjta situatë në të ardhmen, të jap një afat caktuar partisë së parë për të vendosur, dhe nëse partia e parë nuk mund ta krijon atëherë i jap mundësi opozitës partisë së dytë, e cila paraprakisht do kishte nevojë për numra më të vogla se sa partia e parë, sepse gjithmonë ne jemi në një shtet pikë pari jemi me shumë etnik, multietnik, dhe në krahasim me shumë kushtetuta tjera apo shtetet të tjera, ne kemi brenda kushtetutës edhe idenë e diskriminimit pozitiv, siç është me rastin e listës serbe. Dhe tani mbi këtë bazë mendoj që do të thotë përfaqësimi institucional është i obligueshëm në frymën kushtetuese, është i obligueshëm të jetë përfaqësim inkluziv. Do të respektohet diversiteti etnik, religjioz, e gjitha të tjerat dhe të jetë inkluziv. Do të ata të dhe në këtë rast i madh gjithmonë i parë, i partia e parë e ka obligim politik dhe tani juridikisht me gjitha gjasa do të vendoset një precedent që dhe juridikisht do të ketë obligim juridik që të konstituoj kuvendin dhe në mos arritjen e tij procedura lehtësuese do të jetë për vendin e dytë apo ata që mund të krijojnë kuvendin. Zoti Kaxheri, nga gjitha kjo shërbeu për një gjë të mirë, sepse mësimi, ashtu sikur thatë ju më lart, u nxor që u vendos precedenti që për të parandaluar mos ndodhet më në të ardhmen. Por sa kohë mendoni tek analiza që u bët më lart që të shkojë çështja në kushtetuese, e cila vendos të lërë një hapësirë kohore, një afat për partinë e parë që mundet të provojë për të zgjedhur kandidatin e saj. Edhe në realizimin e gjithë kësaj, sa kohë mendoni ju që do marrë zgjidhja e kësaj bllokade? Dhe a është kjo vetëm rrugë pra dërgimi në kushtetuese, kthimi i përgjigjes, pritja etj. Për këtë rast. Zotëri Balla, gjithmonë është opcion shkruarja në zgjedhje, por nuk do të thoja që është mënyra më e mirë shkruarja në zgjedhje, sepse qytetarët kanë votuar dhe tipi ja u kthen do të thotë votën në kuptimin që votimi i tyre ka qenë i pasakt. Si ka mundësi? Është shumë logjike. Njerëz dalin votojnë dhe reprezentuesit e partive politike e kthejnë votën mbrapsht me mesazhin se jeni të paaftë të krijoni institucionet. Krijimi i institucioneve është obligim i atyre që zgjedhin parlament, jo i popullit. Populli ka obligimin me votu, e ka kryer obligimin e vet dhe është jo morale, jo etike dhe ngase absurd t'i kthehet t'i kthehet vota mbrapsht votuesit për shkaqe të mosaftësisë politike për të zgjedhur këtë ngërç. Por pyetja është se ka kaluar shumë kohë, 90 herë e njëjti do të thotë që është absurd nga lëvizja e vendoset, të vendoset një njeri aty, thuaj ti është pejgamber, që pa të nuk konstituohet parlamenti. Kemi parti tjera të cilat janë prononcuar se nëse vjen dikush tjetër
atëherë hap rrugë dhe votohet. Dhe shkojmë te kryeministri dhe vazhdojmë me interesin të cilin e kemi të përbashkët gjithë populli shqiptar. Por tani është më së domosdoshme që kushtetuta, do të thotë gjykata kushtetuese të krijojë këtë precedent dhe të ketë parasysh se mund të kemi njerëz të egos të tillë politik, të cilët nuk shohin interesin shtetëror, sepse nuk kemi arritur akoma në atë nivelin e civilizimit për të cilën e shohim për shembull në vendet e tjera, qoftë Gjermania, qoftë vendet të cilat shkojnë Amerika dhe shkojnë, do të thotë, bëjnë garë shumë të egër në mesveti, por kur vije puna për interesin e shtetit ka një kulturë shtetërore, ne se kemi atë kulturë akoma, fatkeqësisht është në degradim. Ne kemi pas në fillim mandatet e para, po tash jemi të shkuar në degradim sa i përket kësaj. Shpresoj që ju përgjigja pyetjes.